Sa i përket ndarjes së shenjave të kiametit, dietarët i kanë ndarë, disa prej dietarëve i kanë ndarë në dy grupe. Grupi i parë janë shenjat e vogla. Shenjat e vogla të kiametit, shenjat që nuk janë shumë të mëdha dhe që nuk janë bash para se të ndodh kiameti. Dhe këto janë shumica e shenjave që i ka përmendur pejgamberi alayhis salam, shenjat e vogla. Dhe grupi i dytë janë shenjat e mëdha të kiametit. Shenjat e mëdha të kiametit janë ndodhi jashtëzakonisht të mëdha dhe ndodhi që i largohen asaj që ne e kemi tash si realiteti jonë, pra i thejnë shumë prej ligjeve të këtij realiteti në të cilin jetojmë, siç është lindja e diellit nga perëndimi. Pra ndodhi e madhe që krejt do ta dinë se është shenjë e kiametit, për dallim nga të voglat. Disa prej shenjave të kiametit që janë të vogla, shumë prej njerëzve nuk i dinë se kjo është shenjë e kiametit. Ndërsa kur do të ndodhin shenjat e mëdha, ato do të ndodhin njëra pas tjetrës, thot pejgamberi alayhis salam, sikur kur i kputet rruzave peni, ashtu siç bien rruzat, pra njëra pas tjetrës, ashtu do të ndodhin shenjat e mëdha të kiametit. Dhe kjo është metoda më e mirë dhe më e lehtë për të mësuar këto shenja dhe më afër argumenteve, pra. Disa të tjerë prej dietarëve i kanë ndarë në tre lloje shenjat e kiametit. Shenjat që kanë ndodhur dhe kanë përfunduar, pra kanë ndodhur dhe kanë përfunduar. Shenjat që kanë ndodhur janë duke ndodhur dhe ndoshta do të ndodhin në të ardhmen, pra shenja që kalojnë një pjesë të gjatë të kohës, dhe shenja që nuk kanë ndodhur, po do të ndodhin në të ardhmen. Kjo është ndarja e dytë në bazë të ndodhisë së tyre, në bazë të ndodhisë së tyre. Pra ato që kanë ndodhur dhe janë ndërprer. I dyti ato që kanë ndodhur janë duke ndodhur dhe mund të ndodhin edhe në të ardhmen, dhe i treti ato që nuk kanë ndodhur mirë po do të ndodhin në të ardhmen.